Nëse vuani nga diabeti, jashtat ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Nëse keni diabet, të kujdeseni për atë çka hani është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Një person që vuan nga diabeti, përveç medikamenteve që përdor, duhet të rregullojë edhe regjimin e tij ushqyes, të evitojë ato të cilat shkaktojnë probleme me luhatjen e sheqerit në gjak dhe të përzgjedhë produktet të duhura. Njerëzit me diabet duhet të shmangin gjithashtu patjetër gjëra të ëmbla, citon Gerald Bernstein. Ekspertët tregojnë se ëmbëlsira dhe pjetë me sheqer gjithashtu janë shumë të dëmshme edhe për shëndetin tuaj, pasi mund të rrezikojnë menjëherë përthithjen e tyre elementeve dhe arritjen e papritur të problemeve të sheqerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Diabeti duhet të mbahet nën kontroll përmes produkteve të duhura ushqyese. Sa më pak shqetësime të keni nga kequshqyerja, aq më të lehtë do ta mbani atë nën kontroll. Ekspertët kanë renditur ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietës suaj për të mbajtur nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak. Perimet pa nisështe mund të shtohen në dietën tuaj si një ndihmë efektive kundër luhatjeve të diabetit të tipit 2. Mbusheni pjatën tuaj gjithashtu me perime pa nisështe. Për njerëzit të cilët janë të rrezikuar nga diabeti, është e rëndësishme të rrisni dozën e perimeve. Perimet kanë në përmbajtje të tyre edhe element të fibrave të ujit që ju ndihmon të jeni më të ngopur për më gjatë. Perimet e gjelbra gjithashtu mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj. Të gjitha perimet pa nisështe janë të mira, megjithatë ato me gjethe të gjelbra përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analizë e 6 studimeve të ndryshme, shkencëtarët britanik përcaktuan gjithashtu se konsumi 1.35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak risk që të prekeni nga zhvillimi i diabetit të tipit 2, krahasuar me ata persona që konsumojnë vetëm 0.2 racione me perime çdo ditë. Gjithashtu është e rëndësishme që frutat t'i keni pjesë të dietave tuaja, për sa kohë ato janë në përmbajtje natyrale dhe pa përmbajtje të sheqernave të shtuara. Frutat janë të mira për njerëzit të cilët rrezikojnë nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose edhe në formën e smoothie, pasi menjëherë mund të përthithen nivelet e sheqernave në trupin tuaj. Drithrat gjithashtu janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti që do të ulë riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Fibrat e drithrat ngadalësojnë gjithashtu edhe procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu edhe nevojën e insulinës. Drithrat që shtohen në dietën tuaj duhet jenë sa më natyrale dhe të plota, në mënyrë që të merrni përfitime dhe të evitoni nxitjen e papritur të rritjes së niveleve të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga diabeti është edhe thjerza. Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat që konsumonin një sasi të lartë të bishtajave, sidomos thjerzat në dietën e tyre, ishin më pak të rrezikuar që të prekeshin nga problemet e diabetit të tipit 2. Zvendësimi gjysmë racioni me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerza çdo ditë do ju ndihmojë gjithashtu në uljen e riskut të diabetit të tipit 2. Të gjitha llojet e bishtajave, përfshirë këtu thjerzat, fasulet, bizelet, janë një zgjidhje e pasur me fibra dhe një burim shumë i mirë i proteinave, të rëndësishme këto edhe për aktivitetet tuaja ditore, citoi studimi. Yndyrnat e shëndetshme gjithashtu duhet të përfshihen në dietën tuaj. Ashtu si karbohidratet, edhe yndyrnat e shëndetshme ndahen në 2 kategori: cilësi dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës,
Zgjedhja e burimeve të duhura si frutat e thata, farat, gjithashtu edhe vaj i ullirit, vaj i kanosa dhe avokados gjithashtu kanë një ndikim edhe në proporcion me yndyrnat dhe kaloritë e marra gjatë ditës. Është e rëndësishme të rregulloni dietën tuaj për të stabilizuar luhatjet e sheqerit në gjak. Proteinat e lehta gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë edhe në rastin tuaj. Proteinat ju mbajnë të ngopur për më gjatë, ato ngadalësojnë gjithashtu edhe tretjen, kështu që nivelet e sheqerit në gjakun tuaj rriten dhe ulen gradualisht pas marrjes së një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore, si fasulet gjithashtu edhe thjerrzat, si dhe mishi, peshku dhe pula pa yndyrë. Kështu përfitimet e tyre kundër luhatjeve të sheqerit të diabetit të tipit 2 mund të jenë më të larmishme në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit tuaj. Sa më mirë të menaxhoni produktet tuaja ushqyese, aq më pak probleme do të keni me luhatjet e sheqerit në gjak. Një plan i duhur ushqimor përfshin marrjen e duhur të ushqimeve të shëndetshme në sasi të konsiderueshme dhe respektimi i orareve të ngrënies, që janë në çelësi më i mirë kundër luhatjeve të sheqerit të tipit 2. Në përgjithësi, dieta e shëndetshme për diabetin përfshin ushqime të larta në yndyrna, gjithashtu sa më cilësore, si frutat, arrat, gjithashtu dhe perimet. Sipas American Heart Association dhe Diabetes Association ADA, lista e ushqimeve të duhura në dietën tuaj përbën çelësin kryesor për menaxhimin e luhatjeve të diabetit të tipit 2. Perimet jeshile janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, në rritjen e përfitimeve dhe rezistencës së organizmit kundër shqetësimeve që shkakton në trupin tuaj edhe diabeti. Perimet jeshile janë shumë ushqyese dhe gjithashtu kanë pak kalori dhe janë të dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndihmojnë trupin të mbajë nivele të qëndrueshme të diabetit të tipit 2. Zarzavate të tilla siç është për shembull spinaqi, brokoli, duhet të përfshihen menjëherë në vaktet tuaja ushqyese, si një ndihmë shumë e mirë e trupit tuaj kundër këtyre komplikacioneve dhe në përmirësimin e shëndetit në përgjithësi. Frutat janë të mira për diabetikët për sa kohë konsumohen në sasinë e duhur, gjithashtu edhe në mënyrën e duhur. Frutat janë burime themelore të vitaminave, mineraleve dhe fibrave dhe nuk përmbajnë kalori dhe natrium, të cilat janë shumë të rëndësishme për marrjen tuaj ditore. Disa fruta mund të përfshihen në planet tuaja ushqyese fare lehtë. Për diabetikët, frutat më të mira janë manaferrat, luleshtrydhet, boronicat, pjeshka, avokado, qershit, kajsit, mollët, portokalli, dardha dhe kivi, pasi kanë nivele të ulta glicemike. Por gjithmonë përpara se t'i shtoni ato në dietën tuaj, duhet të konsultoheni me specialistin për të përcaktuar se cili frut është i duhuri në rastin tuaj specifik. Proteinat gjithashtu do të luajnë një rol pozitiv kundër luhatjeve të diabetit të tipit 2. Disa ushqime kanë nivele shumë të mira të proteinës, por jo çdo ushqim i pasur me proteinë është i përshtatshëm për çdo diabetik. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë ato me proteinë me bazë bimore siç janë arrat, fasulet, farat, tofu. Gjithashtu edhe ato me bazë shtatzore siç është peshku, pula, pa lëkurë, vezët, bulmeti, gjithashtu pa yndyrë. Marrja e proteinave të duhura në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv kundër luhatjeve të diabetit të tipit 2, gjithashtu edhe rritjen e rezistencës së trupit tuaj në tërësi. Karbohidratet janë në çelësi në mbajtjen nën kontroll të problemeve të diabetit të tipit 2 në organizmin tuaj. Trupi ka nevojë për karbohidrate që të funksionojë në mënyrë efikase, por duhet të tregoni kujdes edhe me sasinë e marrjes së karbohidrateve në dietën tuaj. Disa ushqime të shëndetshme me nisështe për diabetikët janë orizikaf, tërshëra, meli, gjithashtu dhe quinoa, dhe patatja ëmbël, të cilat do t'japin rezultate mjaft të mira dhe cilësore, sidomos te personat që kanë luhatje të theksuara të diabetit të tipit 2. Flisni me mjekun tuaj, përcaktoni dietën që ju përshtatet më shumë edhe gjithashtu mbani në konsiderat këshillat e tij për të menaxhuar me lehtë problemet të diabetit në organizëm. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose të ofruesit të kujdesit tuaj të shëndetit tuaj. Vëmendje, pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.